Një grua e moshuar ka mbetur e plagosur rënd pas një aksidenti të ndodhur paradite në kësaj të shtune në zonën e Lungomares në Vlorë. Ngjarja ka shkaktuar shqetësim te qytetarët dhe pushuesit e shumt që ndodheshin në shëndetëtore gjatë paradites, ndërsa e moshuara është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës për të marrë ndihmën mjekësore. Incidenti ka ndodhur në momentin kur gruaja po zbriste nga autobusi i linjës urbane. Për arsye që mbeten ende për t'u sqaruar, ajo ka humbur ekuilibrin në shkallët e autobusit dhe është rrëzuar, duke u përplasur me forcë me betonin e shëndetores. Përplasja ka qenë e fortë duke shkaktuar dëmtime të shumta. Dëshmitarët në vendin e ngjarjes tregojnë se moshuara ka mbetur e shtrirë në tokë me njerë pastrënjes, ndërsa ka pësuar lëndime në pjesën e kokës, fytyrës dhe gjymtyrëve. Gjendja e saj ka alarmuar qytetarët, të cilët kanë njoftuar me njerë shërbimet e urgjencës dhe policin. Sipas personave që ndodheshin në vendin e ngjarjes, autoambulanca ka mbritur pas disa minutash me vonesë, ndërsa ndihma e parë është dhënë nga kalimtar të rastit dhe pushues që ndodheshin në zonë. Ata janë përpjekur të qetësojnë të moshuarën për të shmangur lëvizjet e panevojshme deri në mbritjen e ekipit mjekësor. Megjithatë, duket se moshuara ishte pa ndjenja. Pas mbritjes në vend ngjarje, personeli i urgjencës ka dhënë ndihmën e specializuar dhe më pas e ka transportuar drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku po merr mjekimin. Burimet bëjnë me dije se gruaja ndodhet në gjendje të rëndë, ndërsa mjekët po kryejnë gjitha ekzaminimet e nevojshme për të vlerësuar shkallën e dëmtimeve. Në vendin ku ndodhej ngjarja, mbritën edhe efektivët e policisë, të cilët nisën me njerë veprimet procedurale. Ata kanë administruar provat e para, kanë marrë deklarimet e dëshmitarëve dhe kanë shoqëruar për të marrë në pyetje drejtuesin e autobusit urban, me qëllim sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit. Grupi hetimor pritet të verifikojë nëse autobusi ishte ndaluar plotësisht në momentin kur pasagerja po zbriste, nëse janë respektuar procedurat e sigurisë gjatë zbritjes udhëtarëve, si dhe nëse ngjarja është shkaktuar nga një pakujdesi njerëzore apo nga faktorë të tjerë teknik. Gjithashtu, pritet të kontrollohen edhe pamjet e kamerave të sigurisë në zonë, të cilat mund të ndikmojnë në zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes. Aksidenti ka tërhequr vëmendjen e 10 qytetarëve dhe turistëve që ndodheshin në Lungomare në atë moment. Shumë prej tyre të kontaktuar nga televizioni 6+1 Vlora u shprehën të tronditur, ndërsa kërkuan më shumë kujdes gjatë transportit të pasagjerëve, veçanërisht të personave të moshuar, të cilët janë më të rrezikuar gjatë hipjes dhe zbritjes nga mjetet e transportit publik. Policia po vijon hetimet për të përcaktuar shkaqet e plota të kësaj ngjarjeje, ndërsa pritet edhe një informacion zyrtar lidhur me gjendjen shëndetësore të gruas së plagosur dhe përgjegjësive, të cilat në orët në vijim pritet ndoshta t'i bëjë me dije edhe policia e Vlorës.